Mirdita. Çdo gënjeshtër i ka këmbë të shkurtra. Çdo gënjeshtër është i turp, është vetvete një amoralitet. Por gënjeshtrat në rang ndërkombëtar janë turp botëror. Janë turp botëror. Dhe këtu unë do të denancoj para shqiptarve një turp botëror të Edi Rams dhe Harambegajt, të cilët do të hynë në librin e Guinness si mashtruesit më të pacip të opinionit publik. Kur nga vjeshta e kaluar, Edi Rama u paraqit ose paraqiti para shqiptarëve dhe botës një avatar, diellën si institucioni inteligjencës artificiale, e emroi ministër dhe dekretoi ministër Haram Turpi. Ne ngritëm zërin. Ne thamë që ky është një blof dhe vetëm një blof. Se diella është një mashtrim dhe vetëm mashtrim, por të vjedh disa milion euro dhe asgjë tjetër. Dhe asgjë tjetër. E vërtet, Edi Rama e paraqiti ministrin Djella si të gjithë fuqishmin në luftën kundër korrupsionit. Për fat të keq, media ndërkombëtare fillimisht u mashtruan nga ky blof i turpshëm, nga ky akt i pa precedent në historinë e botës. Ndërkohë që Djella s'kishte asnjë lidhje me urtësinë artificiale, nuk kishte asnjë element të saj, ishte thjesht një avatar bosh, një blof i Edi Rams për të maskuar vjedhjet e tij të tmerrshme që do të dëshmoheshin dhe që dëshmohen çdo ditë. Për sa më sipër, fal një eksperti ndër më të shquarit e fushë ndërkombëtar, Patrick Quirk, i cili i ka kushtuar ditë dhe javë të tëra zbërthimit 1-për-1 të Djellës, ai nxjerr se ministra Djella nuk ka absolutisht as dhe një qeliz të vetme të urtësisë artificiale. Zero. Se është fundëkrye, është një avatar pa asnjë atribut për korrupsionin, pa asnjë ndërfaqe, e tjerë e tjerë. Një shkrim i gjatë i një profesionisti të përgjegjshëm, ndërkombëtarisht të njohur në këtë fushë, nxjerr në pa të gjithë shëmtin e mashtrimit Rama Begaj, Begaj Rama, të cilët përdhosën kushtetutën, përdhosën moralin e shtetit shqiptar, mashtruan shqiptar dhe botën, duke emëruar një ministre, një botë pa asnjë funksion për korrupsionin.
pa asnjë atribut, pa asnjë aftësi. Ky është një krim i shëmtuar. Kushtetues. Kjo është një damkosje tjetër e imazhit të Shqipërisë në Europë dhe në botë. Sikur të kishte minimumin një nonagram moral, Edi Rama